Një kombinim vdekjeprurës, përmbytjesh, rrëshqitjesh dhe udhëhe ciklonesh ka goditur rajonin që nga gjysma e dytë e javës së kaluar, duke shkaktuar dëme masive dhe mijëra të shvendosur. Përveç Sri Lankës dhe Indonezisë, situata mbetet e rëndë në Tajland dhe Malajzi, ku komunitetet po përballen me ndërprerje të rrugëve, mungesë energjie dhe dëme të mëdha materiale. Presidenti i Indonezisë vizitoi Sumatrën, një nga rajonet më të goditura, duke deklaruar se shpreson që më e keqja të ketë kaluar, ndërsa theksoi se prioritet mbetet dërgimi i ndihmave më urgjente në zonat e izoluara. Qeveria indoneziane ka dislokuar 3 anije luftarake me furnizime dhe 2 anije spital pasi shumë rrugë janë ende të pakalueshme. Deri më tani, vetëm në Indonezi janë konfirmuar mbi 500 viktima, duke shtuar se presioni ndaj qeverisë për të shpallur një emergjencë kombëtare. Megjithatë, autoritetet nuk kanë kërkuar ende ndihmë ndërkombëtare. Në Sri Lanka, numri i viktimave ka arritur në 355, ndërsa 366 persona vijojnë të jenë shtukur. Në Tajland raportohet për 176 viktima dhe në Malajzi për 3 të tjerë. Autoritetet paralajmërojnë se shifra totale e humbjeve njerëzore mund të rritet të ditët në vazhdim pasi ekipet e kërkim shpëtimit po arrin në zonat që deri tani kanë qenë të izoluara nga katastrofa.